Rritja e kostove të energjisë dhe tensionet e reja gjeopolitike, por I kthejnë në qendër të vëmendjes modelet e punës nga shtëpia në Europë. Ajo që dikur u konsiderua si një zgjidhje e përkohshme gjatë pandemisë, tani po shihet gjithnjë më shumë si një instrument për menaxhimin e krizave ekonomike. Në Bruksel, diskutimet për organizimin e punës janë lidhur drejt për drejt me përpjekjet për të ulur konsumin e energjisë. Institucionet europiane po inkurajojnë shtetet anëtare që të adoptojnë modele hibride, duke reduktuar përdorimin e zyrave dhe lëvizjen e përditshme të punonjësve. Kjo qasje e re e trajton punën në distancë jo vetëm si një çështje fleksibiliteti, por si një mjet konkret ekonomik. Paralelisht, edhe autoritetet europiane po përgatisin masa për të përballuar rritjen e çmimeve të energjisë. Kërkohet më shumë koordinim mes vendeve anëtare për të shmangur goditjet e reja në treg, ndërsa po shqyrtohen edhe skema të zgjeruara të ndihmës shtetërore për sektorët më të prekur. Ndikimi I krizës është I dukshëm edhe në tregje globale. Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm për shkak të pasigurive në furnizim, veçanërisht në zonat kyçe të tranzitit. Kjo ka rritur kostot për industrinë dhe transportin, duke shtuar edhe presionin mbi ekonomitë europiane. Në këtë kontekst, puna hibride po konsolidohet si modeli dominues. Studimet tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e punonjësve në qytetet europiane tashmë ndjekin skema fleksibël, zakonisht me disa ditë në zyrë dhe disa ditë nga shtëpia. Puna plotësisht në distancë mbetet më pak e përhapur, por fleksibiliteti po zgjerohet. Në të njëjtën kohë, kompanitë po shohin gjithnjë më shumë përtej kufive të Bashkimit Evropian për të gjetur fuqi punëtore me kosto më të ulta. Kjo prirje mund të krijojë mundësi të reja për vendet si Shqipëria, ku të rinjt mund të integrohen në tregun evropian pa pasur nevojë të emigrojnë fizikisht. Nëse këto zhvillime vijojnë, tregu I punës në Europë pritet të bëhet gjithnjë më pak I varur nga vendodhja gjeografike dhe më I orientuar drejt fleksibilitetit dhe efikasitetit ekonomik.